Duli Caja është artist, piktor dhe shkrimtar, por rrugëtimi i tij nuk ka nisur në galeri arti. Ka nisur mes gjilpërës, stofit dhe makinës së qepjes. Profesioni i tij ishte rroba-qepësia, por pikërisht duke punuar me rrobat, ai zbuloi shpirtin e tij artistik, ndaj sot cilësohet si rroba-qepës si artist, një njeri që Përshëndetje dhe mirë se vjen, kam kënaqësinë të dashur miq, siç edhe e pat nga ky insert, të kem të ftuar në studion time Çasti Dur në rubrikën Unë edhe ti, pikërisht Duli Caja, i cili është ai rroba-qepsi artist, siç e kuptuam. Ky identitet i dyfisht të ka shoqëruar pothuajse gjatë gjithë jetës tënde. Po. Artin gjithmonë më ka shoqëruar, që u kuptova, që u lexoja, kisha dëshirë të pikturoja, kisha dëshirë të krijoja, të bëja diçka me duar që i vogël. Ti në fakt ke qenë një ndër njerëzit që pasionin tënd sigurisht ke patur dhe fatin ta ushtrosh dhe ta kesh për vite të tëra, madje edhe në emigrim, që ke qenë për 33 vjet në Itali, je marrë ekskluzivisht me të, apo jo? Po ka qenë ndryshe fillimet e tua? Fillimi në Itali ka qenë ndryshe. Si ka qenë? Jam kurioze aty. Kam punuar kudo, ku të gjeja punë, në ndërtim, në puna të rënda që nuk isha mësuar dhe jeta ishte shumë e rënda sepse kanë qenë vitet e para ku ne zbuluam botën jashtë gjithë doli. Unë kam përjetuar të njëjtën gjë në familjen time në fillim të viteve 90, prandaj po të pyes për të kuptuar dhe për të kthyer pikërisht te ky moment i madh i sakrificës që shqiptarët kanë bërë për të kërkuar më pas ëndrrën e tyre në këto vende që jo menjëherë t'i hapin të gjitha dyert. Sigurisht. Po, këto shkojnë dhe instinktivisht e gjitha, mjafton vullneti, ka shtyr gjithmonë, edhe puna, dëshmëria, vini me një energji shumë të madhe dolem nga Shqipëria në atë periudhë. Edhe ajo energji na ka mbajtur gjallë, na ka mbajtur, na ka dhënë forca shumë. E megjithatë, në mbijetesën tuaj, roli i rroba-qepësit ka qenë thelbësor. Pra, ka qenë ai që për të gjitha punëve të rënda, për të gjithçka që ka qenë një fillim i vështirë, të ka motivuar dhe të ka dhënë ndjesim për të ecur përpara, për të bërë artin tënd. Shikoj, ne e dim shumë mirë që rroba-qepësit në Shqipëri ka qenë një status i jashtëzakonshëm. Prindrit tanë janë rritur me ato pak mundësi dhe ata pak njerëz që kishin një makinë qepse në shtëpi, ishin njerëz të privilegjuar, sepse preknin atë ëndrrën që shqiptarët e kishin të ndaluar, siç ishte moda. Kështu që ti ke pasur një... Po, mua rroba-qepës fillova më tepër më shtyllë se kam punuar tornitor i vogël, edhe një zanat që e urreja, që tek e fundit me hyrim punë në Rom, me hyrim punë. Edhe fillova rroba-qepës, qepja fshehura si që ishtë në atë kohë, këto pantallonat, cowboy, këto të ndaluarat, modë ndaluarat. Të ndaluarat. Edhe
masat që i merrnin për cepat e pallatit, me kisha një lapz të vogël e gjithë dhe metrin në xhep. Kurse atje, masaj, mora iniciativën, nuk e di, gjithë ndoshta edhe pa menduar gjatë me instinkt të gjithë, edhe hapa i dyqan, mora i dyqan. Ti ka për në vitin 2001 dyqan? Pra në dyqanit, 2000. Si ishte ky hap për ty dhe sa i rëndësishëm ishte profesionalisht dhe emocionalisht që më në fund të kisha atelien tënde të vogël? Po, mrapa zbulova që neve të gjithë zanatet që dolem nga Shqipëria ishim shumë përgatitur. Gjë që unë i trëmbesha në Itali, thoja ku do, shikoja roba qepsi, shikoja tornitorë, thosha, s'mund t'i afrohem dot këtyre, janë shumë më lartë. Se instinktivisht mendoje do unë që kështu e gjithë vënd më i zhvilluar e gjitha. Si Italia? Po dhe të gjitha profesionet e gjitha do. Kurse mbrapa zbulovën që neve dolem shumë përgatitur, edhe pa dyqanin, vazhdojnë pa një pregatitje mendore të mire gjitha, po mësë ndaj me puna vasha gjitha. Çfarë mbar mend nga ajo periudhë? Ata klientët fix që bëre, ata njerëzit që më pas të bën pjesë e rrugëtimit tënd, ata njerëzit që dan mundësitë e para, ndoshta dhe nuk të larguan deri në fund, deri ditën kur mbas 25 vitesh ti vendose ta mbyllësh atë. Çfarë mban mend nga kjo periudhë e këtij dyqanit vogël e kësaj ëndre? Ai ka qenë donë periudha donë që besoj donë ka lënë mbres për gjithë jetën time derisa edhe kam një nostalgji shumë të madhe sepse kam bërë shumë miq. Donë kam krijuar si thosh një lloj familje, një lagjen time, aty ka qenë lagja ime. Edhe ai dyqan më ka dhënë mundësi të njoh shumë persona të ndryshëm, karakteret ndryshëm, persona edhe të famshëm kanë qenë në fusha të ndryshme, edhe grumulloheshin her mbas here, qellonin që ditë shtune kur ishin të lirë, për shkakun që vinin rastësisht u puqnin me njëri tjetrin dhe njiheshin edhe me njëri tjetrin. Flas sidomos në fushën e artit. Edhe kam mbresa shumë melankolike, shumë të forta për lloj periudhe. 25 vite punë dhe ti më pas vendose ta mbyllësh rrobaqepsinë për të shkuar në një tjetër ëndër tënde që të kishte shoqëruar me sa duket që në ato momentet e eksodit, se duke parë punët që ke bërë, imagjino se sa shumë të kanë shënjuar në jetën tënde ato vite, dhe ju dedikove tërësisht artit. Se mendove që ky ishte momenti jot ku ti duhet të dilje artistikisht në pa, në atë gjë që tjetër që kishe brenda vetes për ta sjellë për publikun dhe ata që të donin. Çfarë të shtyp? Mendimi për ta lënë në Romën donë ishte 2 vjet, mbi 2 vjet gati që kërkoja ta leja Romën, edhe më duket sikur po më përzente që Romën unë e dashuroj donë dhe dua qyteti im i dytë. Po duhet të ndroja, vajta shumë gjatë donë me të njëjtin gjë, me të njëjtin sipërfaqe dyqani më ishte bërë donë, nuk gjeja të lirinë time. Edhe e vetmja mënyrë donë ishte donë që të merresha vetëm me artin, sepse me artin unë për të jetuar, për të mbajtur gjallë trupin, punoja rrobaqeps, kurse për të mbajtur shpirtin punoja me artin. Edhe punova ditë shtunë diel, punoja me artin. Po nuk më dilte kjo kohë donë, desha akoma më kohë gjitha. E që nga njëra abuzoja dhe merja borç kohës së punës. Vidje kohën e njëra tjetrës. Edhe e vendosa donë, por nuk isha shumë i qartë që ku e që shteket gjitha, që ku do kthehem. E vendosa më së fundi donë, duke bërë llogarit në Tiranë atje ku nga u nisa. Që do të thotë kthimi në Tiranë pas 33 vitesh? E vështirë është. E vështirë është? Shumë. Ti je më shumë italian, apo? Ndjem unë dëgjoj nga njërë në rrugë tash në Tiranë jemi, ndëgjoj Shqip kudo, edhe më duke të them, shqiptarë këto gjithë. Por më tepër donë, akoma duhet më ndjem Roman donë. Të mungon në Roma? Shumë. Shumë. Po nuk jam bërë pishë. Gjitha rrugët të çojnë në Romë. Po kam përshtypjen se vlen edhe është shprehje e famshme që romanët nuk ja din tamam vlerën në vendit në cilin jetojnë. Është e vërtetë. Edhe unë donë që isha atje nuk e dija vlerën e gjithë.
kur ndigjoja do në gjitha Roma, si mund të alesh Roma, si mund gjithë. Nuk më bënte shumë përshtypje. Ja që ndodh jeta është e çuditshme, ti je këtu në një proces pune në fakt. Një nga veprat e tua ose vepra më e famshme është ajo që ne e përmendëm dhe e thamë edhe në një insert që titullohet Eksodi. Ania me 18.000 konça. Një simbol shumë i fortë i emigrimit shqiptar, por në fakt edhe ato që ti përdor, si në këtë rast janë ato gjilpërat kapse që ne i themi, janë të gjitha materiale që lidhen ngushtësisht me modën dhe me robaqepsi. Robaqepsia ka shumë materiale, edhe kjo më ka dhënë mundësi donë që të shpreh donë dhe idetë e mia, të shpreh ato çfarë unë dua të vej ke bezja. Me këtë lloj arti donë kollazh mund ta quajmë të gjithë, kam na 15 vjet që merrem donë, dhe më përpara jo me vaje, jo me lapse punoja. Po materialet janë shumë të që më dhanë mundësi donë që të shprehem mirë donë e gjitha. Dhe akoma kam dëshirën akoma të shprehem me këto materiale. Vështirë ka qenë realizimi i veprës Eksodi. 18.000 konça, o zot sa shumë që janë. Vetëm kur i them, edhe stresohem pak. Ishte në atë periudhë që djali ishte i vogël edhe e merrsha me zor, donë se s'kishte çat bonde sa po kishte mbaruar shkollën, s'kishte punë dhe e merrsha e veja ke makina, kishte mësuar diçka. Se qepin me makinë janë qep ato butonet që konçat. Edhe ai çmene që gjitha, po kur binte për shkakun gjilpëra që nuk vite më vrim për shkakun, e thyesh gjilpëra e gjithë. E po këta kokë të fort pas ka këta shqiptarë, thotë djali ka lindur aty, po i thotë kapoça me gjuhën romane gjitha. Po do më zgjati në 3 muaj kjo, se është ndarë në disa pjesë edhe janë bashkuar më së. Sigurisht. Vepër shumë. Po tash jam kam falur komunës së Barit. Temat e tua në kryesisht lidhen me emigrimin, dhimbjen, jetën, dashurinë. Ka qenë arti për ty një formë shërimi pikërisht për këto vitet e gjata të tranzicionit, të një jete në një vend tjetër, të ulje ngritjeve, sigurisht situatat sociale, ekonomike, personale, reflektojnë këto në punët e tua? Jam përgjithësi, unë jam pesimist, sepse e shoh edhe jeta kështu është e gjithë. Por nuk është se jetoj keq, me këtë lloj pesimizmi, jam në gjendje në rënje të lirë, nuk është se jam gati. Ka shekuar gjithë jetën kjo gjë. Kështu që pak këtë më duket e vështirë një të shpresh në artë, pa dhimbjen, pa pesimizmin. Në fakt, ekspozita jote e fundit në ambasadën shqiptare në Rom ka marrë shumë vlerësime pozitive. Bëre që bëre, shkove prapë në Rom. Atje hape ekspozita. Jo, ishta para se Tunisia okej. Para se të kthesha përfundimisht. Unë ktheva në Gushk. Po, ktheva në Gushk, ato e bërë më qershor. Do me thënë nuk i ke bërë 6 muaj tamam këtu në Tiranë. Prandaj që në ke kështu në një pesimizëm në gjendje të lirë. Do e marrë veten sigurisht, jam duke e marrë veten e gjithë, po përpiqem. Kuriozet jam të di ti për shembull kur unë flas mendimi i parë në kokë të vjen në italisht apo në shqip, kur do të më përgjigjesh? Jo, jam po ambientohem në shqip. Përveç artit famor, ti je edhe poet, edhe shkrimtar. Çfarë ti jep ty fjala që nuk ta japin materialet këto pra? Veprat të cilat i hedh në këto mix mediat edhe të gjitha interpretimet e tjera. Shkruaj vargje, por nuk po e donë është fjalë madhe, po ato që i shkruaj donë mundohem t'i vej edhe në të gjitha këto punët e mia donë ka një ide, ka një poezi në përgjithësi të gjitha punët. Edhe ato mundohem donë t'i jap atë të shpreh atë si që shikoj botën unë, si që shikoj marrëdhëniet njerëzore. Më ti donë. Ke disa libra, Ethet e tokës, romanet Argjila dhe Triumfal i kalbur. Çfarë tematike kanë ato në... Çfarë ke përcjell me këto libra? Po këto jam libra me vargje, me poezi, donë 2 libra. Kurse tjetër roman është jeta një paka shumë, kam përmbledhur shumë personazhe që kam njohur gjatë periudhës në Rom edhe në Tiranë para, në 10-s, edhe i kam futur aty, i kam dhënë një lloj roli, e kam krijuar një ngjarje diçka, duke nisur nga diçka e vërtetë. Kurse kjo Triumfali i kalbur është
pata një moment do unë shumë të rënd melankolie, vizitova djalin në Bologna, ai ishte vetëm atje, edhe unë isha vetëm në Romë, edhe në momentin që nuk po mbajsha dot të ngashërimin do unë e gjitha, një ditë ndejt atë në Bologna, edhe sa u largova më kapi një ngashërim e gjithë. Mas asaj shkrujta këtë libër, sikur e shkruan ai vetë këtë, kam folur në emrin e djalit do. Një lloj ankese që bëhet që në barkun e mamas kur je do unë, edhe deri në atë moshë ishte gjithë. Ankohet për gjitha. Ankohet për këtë pesimistin e rjesh dhe konë. Për babajnë, për gjitha. Mbaron në njëherë roli i prindit, sado që të rritën fëmijët, sado që ata shkojnë largë, sado që ata duan të bëjnë rrugën e tyre sepse rritën, por mbaron në njëherë roli në të vërtetë. Asnjëherë. Atje thohet sa më i madh është fëmia, aq më shumë janë dhe problemet e gjithë. Asnjëherë nuk mbarojnë. Asnjëherë. Shumë për pak nga ana ime, nga me si jam gatuar unë. Familja jote si e përjetoi këtë kthim në Tiranë, këtë rikthim? Nuk e di. Ta që ishin në Tiranë ishin shumë kënaqur, kam një vllai motor në Tiranë një. Mezi po prisnin. Po, ishin të lumtur doin që po kthehesh edhe gjithë. Kurse tjerë për shembull të gjithë me çik me dyshim donin të gjitha po bën hapin në duar apo jo thonë. Cilat janë projektet tua të ardhshme artistike këtu në Shqipëri? Me që u ktheve dhe me që po merr kohë po qetësohesh dhe nuk po merresh me rroba shqipsi tani kam përshtypjen, po merresh vetëm me art. Jo, po merrem se kam kriju aty, kam një dhomë që kam kriju donë si rroba qepsi, kam vuj makinë qep, se i kam kriju donë pak a shumë si që kam pasur atje, patjetër, po. Okej. Se edhe vetë punën që bëj nga njerë, kuadrë që i bëj me këto, më duhet makina e gjitha. Por vetëmi projekte kam që duhet të ndezi qik optimizmin, jam akoma doon pak poshtë moralisht jam e gjitha. Po sigurisht doon nuk jam po pishmana, absolutisht jo. Edhe duhet që marri qik vetën e gjithë. Po them që do e marrë, kam filluar doon, 2-3 javë e fundit kam filluar. Mos të dërzon, ne themi që ka fajin pak janari, sepse është kjo periudha ende kështu e ftohtë dhe gritë dhe shumë shpejt vjen pranvera në Tiranë dhe Tirana ka një mirëngjen shumë Romës me këtë ndryshimin të diellit, të shiut, të kohës, të është një qytet i cili tani unë bëra një krahasim shumë të madh ngjen shumë Romës për klimën do thosha të paktën që nuk është shumë ftohtë edhe është një vend me diell, kështu që me siguri që ti do ta gjesh frymëzimin tënd edhe këtu. Patjetër besoj se po, besoj se po edhe jam i sigurt që do i gjej. Për ne është mirë që njerëzit tanë, të mos ata me botë të madhe artistike dhe që mund të japin diçka aktive, mund të zgjedhin të kthehen prapë. Ishte kënaqësi që të kisha në studion time sot. Faleminderit edhe për mua. Tërë punë të mbarë dhe suksese. Faleminderit. Ne shkojmë në një hapësirë publicitare, do vim në pjesën e fundit të këtij emisioni, mos u largoni.